Arin, si ka mundësi që sondazhet edhe kur jemi më lart na nxjerrin më poshtë. Dyshi është më i vogël se më i madh se 2.5. Për ke fjalën për sondazhin e News 24 mbrëm. Gallat më vete ishte. Në fakt, më shkojnë mendja te një telekomedi e vjetër shqiptare, gjithë fajre ka paraja, ka qenë një personazh aty Zeqo Pilafi, doktor nga këta pseudo doktorët që shëronin me magji, që i vdiste paciente vetë dhe në fund filmit vjen një djalë i vogël dhe i thot doktorit që gjyshi ndroi jetë dha, po ti ndro zanat. Kështu që edhe këtyre sondazhistë unë do i them që mbas 11 maj do ndroni zanat o vëllezër sepse po ja huqti në mënyrë qesharake. Imagjinoni, sondazhe të ndryshme, parti të ndryshme nxjerrin nga 1 deri në 11%, gjë më qesharake se kjo nuk është parë. Për Lëvizjen Bashkë ka konsensus që ta nxjerrin sa më poshtë, madje edhe ta vendosin poshtë partive që nuk kanë asgjë për të thënë shoqërisë. Gjithsesi unë jam i bindur që mbas 11 majit ne do gëzojmë shumë si Lëvizje Bashkë për rezultatin mbreslënës, po edhe do qeshim shumë. E do qeshim pikërisht me këta që e kanë bërë fytyrën sholl edhe bëjnë sondazhe të tilla. Përveç kësaj ju s'të kishin futur fare te liderët për të krahasuar. Po mimo dakord. Efekti këtij palaçolloku të vazhdueshëm, po nuk ka problem. Mbas 11 maj do të na kërkojnë ndjes, ne do t'ju buzëqeshim, edhe unë prapë do t'i them si ai djali i vogël tek komedia në fjalë Zeqo Pilafi, do të them ndroni zanat se nuk keni për këtë punë.